Këtu e kemi një panel ku lidhemi me vallet adresat, të hopët një model tjetër e cilat tje për autorizim me vallet adres, pastaj hopët dashboardi i cili të regon asejt, të regon investime, të regon gjitha balancën e të tjirat në vallet adresën tënde. Paka shumë kështë dhe tjetë klëzhën aplikacioni i cili do të bëjë revolucion, për tani është në zhvillimin e beta version, pasi që të zhvillojmë versionin 1.0 i cili do dalë në treg, do të kërkojmë për investitor angels, të cilët do të na ndihmojnë shumë në market global, që të kemë një marketing global dhe të përhapet më shumë. Po çfarë bën këtë aplikacion një aplikacion të veçantë? Dhe cili është potenciali i zhvillimit të tij? Potenciali i zhvillimit të tij është shumë i madh për shkak që janë përmbi 1.4 bilion njerëz të pabankuar. Dhe njerëz që s'kan kontakt digital me bankën. Apo shkojnë vetëm në sportele? Po, shkojnë vetëm në sportele, ka pe tyne që ndoshta as llogari bankare nuk kanë. Duke marrë parasysh që zhvillimi Web3, arkitektura Web3-shit ka jesë shumë përpara dhe shumë njerëz tash janë entuziast këtyne dhe po bujnë transfere shumë shpejta për shkak që mrena 1 minuti më të më bu transfere pe një vallet adrese tjetër. Pra kjo merr përsipër që trajtoj vetëm këto monedat alternative apo dhe monedat tradicionale? Gjitha edhe monedat tradicionale dhe alternative. Po, dhe ju synoni që të bëni një nga 500 kompanit më të mira në botë apo në këtë sektor? Ai është edhe finish goal, do me thonë qëllimi përfundimtar. Dhe ku mbështetet shpresa juaj, besimi juaj? Besimi jam mbështetet tek ajo që ne me të vërtet mundem ta krijojmë këtë aplikacion deri në versionin final dhe mund ta hapim atë në treg, duke marrë parasysh që deri në vitin 2030 do të investojnë një shumë e madhe miliardash në këto aseta. Sa është vlera që mendohet të investohet? 508 miliardë. Kujt i referoheni ju për këtë shifër? I referohem tregut të kriptove. Tregut të kriptove. Shko, surpriz pa të thënë ty, unë kam vendosur që të thrasit të ftuar njëri nga ata që ka qenë profesor të tu në Kolegjiun Universum, Rezart Prebeza, i cili është edhe vllai i tij binjak, të dy kanë doktoruar duket në inxhinierinë e programimit, nuk e dija a është gati lidhja Skype me Kosovën, me doktor Rezartin. Që kanë të dy. E kështu ma hoqet atë dilemë që ti drejtohesh o Rezartit o Besartit. Përshëndetje. Pra, këta janë të dy profesorë të tu, Rezart Prebeza dhe Besart Prebeza, cilët kanë studiuar dhe kanë doktoruar në Bullgaria, në Universitetin Teknik të Sofjes. Po ashtu. Dhe sa vjet keni që jeni në mësimdhënie? Po, jena prej vitit 2019 jena në mësimdhënie. Dhe këtu me neve është njëri nga studentët tuaj, i cili ka vendosur të eci përpara mendimën tuaj dhe pavarësisht për jush, në një aplikacion që besoj ju e dëgjuat se çfarë nënkuptonte. Po, dëgjuam. Qa studenti ka qenë Moni? Po, ne mas foli përshëndetje për juve dhe për studentin tonë Moni. Ne Monin e kemi përsëritur për vitit të parë, gjatë gjithë 3 viteve. Moni gjithmonë kanë qenë një student shumë i dalluar dhe kurreshtar dhe gjithmonë ka qenë interesuar për të mësuar rreth programimit dhe rreth teknologjive të reja që dalin në treg. Gjithashtu ka qenë i shkëlqyer. Nuk ka problem teknik apo? Dhe çfarë mbani mend nga periudha po themi e universitetit? Po gjithmonë sa kemi pas projekte të lëndë të ndryshme që kemi zhvilluar, gjithmonë Moni ardh me ide të reja dhe me ide inovative që janë përdorur për shembull në Kosovë. Moni gjithmonë ka qenë kurreshtar për të mësuar gjëra të reja rreth programimit, gjithashtu edhe rreth IT-s. Ju keni besim të suksesi një aplikacioni të tillë? Po, ne kemi shumë besim në suksesin e Monit, për arsye se ne njohim Monin pothuajse më shumë se 3 vite dhe ne besojmë në idetë e Monit dhe besoj që ka më pas shumë sukses në të ardhmen. Kolegji juaj, po në fakt mbar Kosova, jeni bërë të njohur për aplikacione apo për inovacione të cilat kanë marrë vull suksesi botror apo jo?
Njëri prej tyre është përdorur edhe në Harvard. Po, ne jemi të njohur, domethënë, si universitet, për arsye se jemi universiteti i parë në Kosovë që kemi pas një marrëveshje me Arizona State University, pothuajse tash 2 vite. Dhe jemi universiteti i parë mund të them në rajon që kemi më shumë marrëveshje ndërkombëtare me universitetet e huaja të ndryshme. Shkputem tani. Gjithashtu, apo ndëgjojmë po? Po, ju dëgjoj, po, urdhroni. Gjithashtu, ne si profesor dhe profa Besart jemi duke zhvilluar një projekt së bashku me Arizona State University dhe Universitetin Amerikan nga Kijevi. Do ju pyes pse Kosova ka kaq shumë talente apo individualitete të spikatura në këtë fushë? Është çështje tradite, është çështje stimulli financiar apo çfarë? Më falë, profesor, Besart, nuk dëgjojeni juve, mikrofonin e ka vetëm njeri tani. Është një dështim teknologjik i juaj. Ja, nuk mund të themi që është dështim, besoj që ndëgjojmë për... Anit, do të shqytabër. Se po filloje, po dyshoja veten, apo të gjoja mirë, apo jo, po ty të dëgjoja atë që është atë me syze. Tani, a jemi në rregull? Po, tani, po. Flisni edhe juve Rezart apo Besart, flisni dhe transfero kufjen Rezart. Po. Jo. Nuk ju dëgjoj, transfero kufjen. Bravo, tani po, hajde, po. Po dëgjojmë tash? Po, tani po, Okej, me hafort këtë pengis. Dhe më thonë, e thash në përpërë, do më duke pas të shi Kosovë është ekolonin, do më është dani ma i rinë me pëllotën në Evropë. Shumë të rinë në Kosovë, do më thonë, një kom këtë fushin IT, si dhe mësë programimit. Gjithashtu, kosta operacionale është në kollë, dhe më thonë, të i përfije dhe në Evropë. Pra këtë arsye shumë komponit ndërkombëtare, dhe më thonë, edhe Kosovën. Shërbimet e IT, dhe më thonë, janë më të lirat që përmana në Evropë, dhe kështë, dhe më thonë, është vend atraktiv për kompanit ndërkombëtare në Kosovë, duke pas parasysh që gjithashtu edhe mori që është i rinë në këtë lamije. Qa mendon, se kjo është ideja që kam profesor, qa mendon, pse Kosovë gjen kaq numër të madh të rish apo kompanish të cilët janë përkushtuar në këtë sektor dhe arrin edhe të çajnë tregun global, pra të bëhen të rëndësishëm globalisht. Cili është faktori përcaktues në këtë sukses? Duke bazuar prej vetvetes, mendoj që në ne është pak komforte, nuk ka punë fizike, është punë krejt me mendje, edhe... Ati është përqendrimi më i madh i të mençurve. Është përqendrimi më i madh i mençurve. I të mençurve në Kosovë. Edhe besoj që është një industri me levero shumë të madhe për shkak që edhe tani kanë filluar me interesim shumë të madh. Interesim madh ndërkombëtar. Po, siç e dim edhe nëpër fakultete, shumica e drejtimeve janë në shkenca kompjuterike. Pra do me thonë që është drejtim shumë i përdorur nga rinia tani për tani. A kanë stimuj edhe financiar kompanitë që investojnë në këtë sektor? Gjithsesi çepo nga ana e Kosovës, nga ana e shtetit Kosovës. Gjithsesi çepo duke filluar nga rrogat, duke filluar nga vetë natyra e teknologjisë, çfarë mundësish mundet me t'jap të ardhmen. Po. Kjo do të thotë është stimuli kryesor i të rinjve. Çfarë nevoje keni ju atëherë si stimull për ju për këtë lloj aplikacioni? Cila është kërkesa juaj që doni t'ia drejtoni edhe nëpërmjet këtij emisioni, ku diun sektorit financiar apo investitorëve potencial që t'ju mbështesin në këtë biznes i cili sipas jush mund të jetë shumë me rendiment të lartë. Po. Unë do të thoya që një investitor potencial, për shkak që kompania jonë ka nevojë për investitor angel, edhe ka nevojë për një venture funding nga një kompani e jashtit. Edhe kjo do të ishte pika kryesore që jemi duke misionin kryesor tani për tani,
prioriteti jonë. Sa është vlera e investimet që ju do kërkoni tani? Parafërsisht 8 deri 10 milion. E cili do të ishte fitimi nëse do të investoheshin këto para? 20% e equity-t e kompanisë. Po jo, fitimi, dikush që do investonte në një sektor si ky, sa shpejt do t'i kthente parat? Brenda vitit por do të ketë roj deri 13%, do më thonë parashihet deri 13% me pos return of investment. Kthimi i investimit, po? Po, kthimi i investimit, deri në 5 vjet do të hyjë deri në 50%. Ju, një fjali, dhe më thonë që lidhet me figurat që ju kanë nxitur në ato studimet tuaja, Steve Jobsi apo Elon Musku. Çfarë keni mësuar prej tyre? Kam mësuar që ata janë mendje geniale, ata mendojnë outside of the box, jashtë kornizave. S'do me thonë që të pajtohesh vetëm nëse dikush t'i qet disa kufi, gjithmonë do të mendosh më të mirën dhe t'i qes vetes cak sa më larg që ta sfidosh veten. Nëse kam të dy profesorët, të dy binjakët, në bisedën që bëm në përgatitjet të emisioni, ju më thatë që megjithatë ka rënë pak interesi të rinjve për të studiuar në këto deg, do të ma trajtoni këtë në përgjigjen e fundit në këtë bisedë që po bëjmë, vetë se doja të thoja diçka tjetër që ishte një nga dukurit më interesante të Kosovës, në cilën edhe unë kam eksperiencën time jetësore, krijimi i një partie të re, që ishte themeluar kryesisht prej djemve të programimit, apo jo. Nuk e di si quaj partia e re, që në fakt ishte partia e humorit urban, që konkuroi madje në zgjedhjet e Prishtinës në 2011 ose 2012. Si kishte emrin partia, një parti që mori më duket edhe 1.5% në zgjedhjet e Prishtinës në 2011-2012. Nuk kam ide. Nuk e s'ka rëndësi, dhe më thënë, pra Prishtina, Kosova bëhet e famshme globalisht edhe me një parti, më duket partia e rrugës, diçka e tillë, ku një programues që ishte themeluesi kryesor i kësaj partie dilte dhe bënte takime virtuale me qytetarë dhe thoshte ne do bëjmë autostradë, do sjellim nga shkolla deri tek pallati juaj, do t'ja bëjmë çmimin do t'a japim naftën falas e tjera e tjera. Pa imagjinoni sa të rëndësishëm janë programuesit në jetën e një qyteti si Prishtina apo të një shteti si Kosova. Dhe kthehem tek pyetja e fundit për këtë pjesë të emisionit që kushtohet inovacionit dhe një të riu si Moni Ahmeti. Pra, si e mendoni të ardhmen e këtij sektori? A ka interesim të rinjve, a ka interesim të biznesit për të përfshirë në investime në sektorin e inovacionit? Tani duhet ta ndroni kufjen. Tani do të mësoj unë, kaloni kufjen. Ndrojeni kufjen. Nuk ju dëgjoj, duhet ta kaloni kufjen tek vllajt. Po dëgjomi? Po, tani po. Dhe më thonë, për këtë pyetjes, biznise në Kosovë janë duke investuar sidomos në IT, sidomos biznise ndërkombëtare, dhe më thonë, të fillu nga shtetet të Evropës, gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë, në Kosovë kemi shumë kompanije që veprojnë, domethënë që janë kompani ndërkombëtare. Gjithashtu besoj që ju e dini, Kosova eksportin më të madh e ka në IT, domethënë, që i qet edhe ekspertat e IT-s. Për këtë arsye, domethënë, shteti i Kosovës është shumë atraktiv në këtë aspekt. Okej, ishte kënaqësi profesora që bashkëbiseduam për të ardhmen e këtij sektori dhe morëm për shembull Moni Ahmeti, një studentin tuaj, ju uroj suksese në punën tuaj, në krijimin e talenteve të rinj apo zhvillimin e talenteve të rinj në këtë sektor që mund të jetë sektori të ardhmes të Kosovës. Faleminderit dhe mirupafshim. Ishte kënaqësi. Pas kësaj pjese që ju kushtua suksesit të një të riu, i cili po fillon të shohë se si konturohet krijesa e tij e re, bebja e tij e re në fushën e teknologjisë, një aplikacion në sektorin e financës së decentralizuar, kështu quhet,